Fronti Europian vazhdon të jetë në qendrimin se nuk do ta mbështesë ligjin për përfaqësim të drejtë dhe adekuat. Deputeti Ilir Hasani deklaroi se ky ligj ka ngesur pas dere dhe pret momentin për kontrabandim, diçka që siç theksoi nuk do ta lejojnë. Për ta ligji nuk ka asgjë thelbësore, ndërsa është bazë për mbrojtjen e të drejtave të shqiptarëve dhe bazë e marrëveshjes së Ohrid. Se kažno to množinstvo Shumica tani ka hapur disa seanca dhe i ka lënë të hapura për të gjetur momentin kur ne të opozitës mungojmë të ndonjëra prej seancave dhe të mund të vendos në rendite dhe të kontrabandoj propozim ligjin për përfaqësim të drejtë dhe adekuat. Unë thash edhe dje se neve seriozisht e kemi marrë këtë çështje. Jemi të vendosur për ta mbrojtur konceptin ton se ai ligj nuk duhet të kalon. Ne si opozit e kemi shumicën e badenterit. Ndërkohë Vlen akuzon opozitën shqiptare se duke mos e mbështetur propozim ligjin për përfaqësim të drejtë dhe adekuat, godasin një nga shtyllat themelore të marrëveshjes kornisë të Ohrit. BDI-ja tashmë është e demaskuar plotësisht. Qytetarët prej kohësh u njohin mënyrën e veprimit. Pas retorikës së tyre patriotike kanë mbetur vetëm tenderistë që luftojnë për poste, privilegje dhe mundësinë për të mbushur sërish xhepat e tyre. Shqiptarët u treguan një herë derën e opozitës. Nëse vazhdojnë të bllokojnë ligjin për përfaqësim të drejtë dhe të veprojnë kundër marrëveshjes kornisë të Ohrit, do të mbeten në opozitë edhe për një kohë shumë të gjatë. Propozim ligji për përfaqësim të drejtë, i cili u miratua nga qeveria më 7 prill, tani është në kuvend. Kryetari i kuvendit Afrim Gashi ende nuk e ka vendosur në rendite për votim. Për miratimin e tij nevojitet shumica sipas parimit të badenterit të vogël, përkatësisht shumica e votave të deputetëve dhe pranishëm që u përkasin bashkësive etnike.